Erdogan paralajmëron Iranin pas raketës së dytë, kujdese po prishni miqësinë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka lëshuar një paralajmërim të ri ndaj Iranit, pasi një tjetër raketë balistike iraniane hyri në hapësirën ajrore të Turqisë dhe u neutralizua nga sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s. Sipas autoriteteve turke, raketa u identifikua dhe u rrëzua përpara se të përbënte rrezik për zonat e banuara. Në një deklaratë publike, Erdogan theksoi se kjo është hera e dytë brenda një periudhe të shkurtër që një raketë lidhur me Iranin hyn në hapësirën ajrore turke, duke cilësuar situatën si të papranueshme. Ai paralajmëroi se veprimet e tilla mund të dëmtojnë seriozisht marrëdhëniet mes dy vendeve dhe të rrisin tensionet në rajon. Ne kemi dhënë paralajmërime të qarta, hapat e gabuara po vazhdojnë dhe kjo rrezikon miqësinë dhe bashkëpunimin mes dy vendeve, deklaroi presidenti turk, duke shtuar se Ankaraja do të mbrojë sovranitetin dhe sigurinë e territorit të saj me çdo mjet të nevojshëm. Megjithatë, Erdogan anvizoi se prioriteti i qeverisë turke mbetet shmangja e përfshirjes direkte në një konflikt më të gjerë rajonal. Ai theksoi se Turqia vazhdon të mbështesë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut diplomatik dhe përpjekjeve ndërkombëtare për uljen e tensioneve. Ngjarja ka ngritur shqetësime të reja për stabilitetin në rajon, ndërsa analistët paralajmërojnë se incidentet e tilla mund të përshkallëzojnë më tej marrëdhëniet tashmë të ndjeshme mes Turqisë dhe Iranit, veçanërisht në një kohë kur situata e sigurisë në lindjen e mesme mbetet e brisht.